spektrin që e ke lartësinë e goditjes 200 km, atëherë do të thotë që çfarëdo lloj gjë që hyn në hapësirën e ulët të tokës, në hemisferën e ulët të tokës, ti e kap. Dhe kjo, duke qenë se të gjitha këto raketat balistike ndërkontinentale, për shembull që mund të vinë. Minuteman 3 nga Shtetet e Bashkuara. Po, ato janë midis 100 dhe 200 kilometrëshit. Dhe në momentin që ti hyn në këtë aspekt, atëherë kjo S-500 ka kapacitetin që të përcaktojë trajektoren e fundit të kësaj rakete. Dhe ta godasi në këtë hapësirë. Prandaj quhet strategjik. Po, prandaj strategjik, dhe ta godasi jashtë hemisferës tokës. Pra në atë që quhet hemisfera e ulët të tokës. E qartë. Në atë godet. Është goxha zhvillim. Është zhvillim për arsye se kjo raketë, pra ky lloj sistemi i përngjet sistemit THAAD, pra amerikanët kanë sistemin THAAD. Po që u përdorin izraelitët kanë sistemin Arrow 3. Por problemi është që THAAD ka distancën e pra rrezën e goditjes e ka 200 km. Aq e ka edhe Arrow 3 200 km, kurse kjo e ka 600 km. Them është përdorur, pra është verifikuar 482 km, vjet në shkurt të vitit, në shkurt të këtij viti, është bërë testi kundër një goditje të një rakete, të më falni se do ta lexoj pak se nuk e. Është një raketë, edhe ajo hyn te raketat R-29 quhet raketa, është raketë që lëshohet nga në ndecet ose nga anijet, pra është raketë detare, balistike hipersonike. Dhe sistemi S-500 ka arritur të godasi kokën hipersonike të kësaj rakete. Kokën që është shkëputur nga koka cila kur themi ka hipersonik dhe plus edhe është edhe MRV që lëviz në mënyrë të pakontrolluar, po. Dhe kjo raketë ka arritur, ky sistem S-500 ka arritur ta identifikojë dhe ta godasi dhe ta rrëzojë këtë kokë. Goditja nuk bëhet, pra kemi dy lloj goditjesh. Ky lloj sistemi përdor dy lloj goditje, përdor goditjen kinetike dhe goditjen me shpërthim. Goditja me shpërthim është kur mbushet me eksploziv koka dhe ajo shpërthen në afërsi të objektit. Kurse goditja kinetike është kur e godet objektin pa shpërthim. Dhe ndodh shpërthimi për shkak të inercisë të goditjes, të dy të njësisë të madhe të shpejtësisë që kanë të dy objektet me njëri tjetrin dhe shpërthehen me njëri tjetrin. Përdor tre lloje raketash. Ky lloj sistemi. Aktualisht kanë vetëm një regjiment dhe ky regjiment që kanë bërë sa ka thot një regjiment. Një regjiment aktualisht ka 12 shtrate lëshimi. Këto janë shtratet drejta? Po, këto janë shtratet e lëshimit. Këto janë shtratet, ëh? Duhet ta keni një fotografi, unë kam çuar një fotografi. Po, duhet ta kemi një foto aty. Dhe kjo është, sa nevojë kjo është, po foto ka edhe llojin e raketës. Kjo është S-500. Kjo është po, ky është S-500 që lëshohet dhe një shtrat lëshimi ka 2 raketa. Po. Aktualisht një regjiment ka vetëm 2 raketa, kurse te S-400 ka 4 raketa shtrati lëshimit. E qartë. Pra këtu është dëllimi. Ja, kjo është S-500, kjo është lloji raketës. Ka vetëm 2, siç e themi ka vetëm 2 raketa shtrati lëshimit. Një regjiment i ka 12 të tilla. 12 shtrate. Pra do të thënë i ka 24 raketa një regjiment. Dhe objektivi rus ata e kanë deklaruar që është që neve të arrijnë të prodhojnë 4 regjimente, të bëjnë 4 regjimente. Dhe me 4 regjimente të vendosura në 4 cepa të ndryshëm të Rusisë, në 4 periferi të ndryshme të Rusisë, të arrijnë të bëjnë mbrojtjen balistike të gjithë Rusisë nga çfarëdo lloj goditje me raketa balistike dhe në të nivelit strategjik. Normalisht kjo nuk vepron e vetme, pa kjo vepron në integrim, tregon si pjesë integruese e mbrojtjes kundërajrore dhe mbrojtjes raketore. Dhe për këtë arsye tashmë rusët kanë krijuar për herë të parë një bashkim midis mbrojtjes kundërajrore dhe mbrojtjes raketore duke krijuar një divizion të vetëm. Pra për herë të parë kanë krijuar një divizion që quhet divizioni mbrojtjes kundërajrore dhe raketore, ku kanë futur S-500 në këtë. Pra, pavarësisht radarëve të kësaj, kjo funksionon edhe me gjithë radarët e tjerë që ka S-400, S-500, S-300, S-250, pra në shtresa. Pra çdo shtresë ka atë dhe çdo shtresë pastaj përcaktohet qartësisht dhe të gjitha të dhënat këtyre shtresave i mbledh radari përfundimtar i S-500-sh dhe përcaktohet që raketa lëshuar është raketë cruise apo jo, dhe për raketat cruise kjo nuk do përdoret. Pra për raketat cruise përdoret S-300, S-400, nuk është problem përdoret kjo. Pra kjo përdoret kundër raketave strategjike dhe kundër avionëve strategjike që janë F-35 ose F-22. Pra për këtë arsye përdoren. Dhe aktualisht ky regjiment aktualisht ndodhet në poshtë Rostov-Midon, pra në afërsi të gadishullit Kersh, ku është edhe ura e Krimes, pra. Atje dhe është vendosur në atë pjesë të territorit. Është vendosur kjo Po, ky regjiment është vendosur atje dhe rusët pretendojnë që në vitin tjetër të prodhojnë edhe një regjiment tjetër dhe ta vendosin, nuk e kanë përcaktuar territorin ku do ta vendosin, pra ti kenë së paku
në fund të 2026 të kenë efektiv 2 regjimente. 2 regjimente dhe Dritan, ku përmend F-35 është një mesazh për Europën, sepse Europa sistemin Shikoni, do të kemi një gjë parasysh. E aviacionit. Rusët kanë prodhuar para 12 viteve rusët kanë prodhuar raketën e parë hipersonike. Dhe funksionimi i këtyre raketave Raketën e parë hipersonike për Rusinë apo Rusin. Dakor. Se Rusia ka qenë e para që prodhoi raketë hipersonike. Është për botën. Në momenti që themi ka prodhuar raketën, Rusia ka prodhuar raketën e parë hipersonike. Jo vetëm për Rusinë, Jo, për botën, është në botë, pra, e para në botë. Dhe në këtë moment, që ti prodhon një raketë të tillë, atëherë automatikisht ideja është e tillë që ti e prodhove këtë raketë, okay, atëherë ti gjithnjë do mendosh që nesër edhe një kundërshtar i yt do ta prodhoj këtë raketë. Ndoshta do t'i duhet 5 vjet, 10 vjet. Për shembull amerikanëve u desh 10 vjet të prodhonin raketën e parë hipersonike. Po, ajo që diskutuam, Dark Eagle-i, po. Dhe tashmë, në moment që ti e prodhon raketën e tënde hipersonike, atëherë ti do mendosh edhe mbrojtjen. Pra si të mbrohem unë nga kjo raketë? Dhe njëkohësisht ka filluar edhe puna për të krijuar mbrojtjen. Në atë kohë. Dhe S-500 është rezultati për të mbrojtur nga raketat hipersonike dhe është edhe vërtetuar. Dhe ka goditur raketën hipersonike, pra atë R-29 në shkurt të këtij viti, në largësinë 482 km, në lartësinë dhe ka goditur në lartësinë diku të rreth 120 km mbi tokë. Pra e ka goditur me ata në hapësirës, kur ajo mund të ishte manovrueshme. Manovrueshme, e qartë. Prandaj them që çdo kush që prodhon një sistem goditje, automatikisht do prodhoj edhe kundër edhe mbrojtjen, sepse nuk mund të funksionosh në mënyrë tjetër. Pra jo, kjo e bën shumë superiore në raport me aktualisht sepse aktualisht për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prodhuar raketën hipersonike, po nuk kanë sistem mbrojtje ndaj raketave hipersonike. Dakor. Pra, normalisht që futja në funksionim bërja operacionale S-500-s. Bërja operacionale, sepse në përdorim është futur që vitin që shkoi. Por operacionale totalisht, pra që tashmë do të filloj, kur themi bëhet operacionale, domethënë prej këtej mbrapa fillon prodhimi në seri. Pra nuk ke që bën më raketa e ka mbritur çdo lloj testi, ka kaluar çdo gjë dhe fillon prodhimin në seri, kur ti thua operacionale. Dhe bërja e këtij sistemi S-500 operacional, normalisht që është edhe një përgjigje për Shtetet Bashkuara të Amerikës për raketën që prodhuan. Hipersonike, pra raketa juaj nuk mund nesër, pra atë që tha është kundërpërgjigje asaj që doli sekretari i luftës në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tha që tash ne mund godasim në qendër të Rusisë, mund godasim në zemër të Rusisë, godasim çdo lloj objektivi, çdo lloj gjëje. Me S-500 ata po i tregojnë që jo, ju nuk mund të godisni sepse ne kemi mbrojtje, ju s'keni mbrojtje, pra. Po pse ky sistemi THAAD nuk është sistemi THAAD është deri diku, po sistemi THAAD ka një problem, që sistemi THAAD e ka distancën 200 km. Ah, okay, e kuptova. Dhe kur ti lëshon një MRV dhe hipersonike, ky 200 km është çik problematik. Nuk është sepse nuk ke distancë të madhe, rrezet të madhe shumë, pra këtu është problemi. Dhe kjo u pa me raketat, kjo u pa me atë që ndodhi në Izrael, me raketat që lëshuan iranianët. Pra nuk funksionoi totalisht siç mendohej të funksiononte. Jo, sepse distanca e reagimit është e vogël. Pra vinte ajo që thamë në fillim te çështja e kohës. Pra rrezja ka të bëjë me kohën. E qartë. Dhe sa më të madhe rrezën e veprimit, sa më të gjerë radarin për ta kapur, aq më shpejt i godet raketa dhe aq më shumë, aq më i madh është manovrimi jot. Sa më vogël rrezja e veprimit, aq më shumë shtohet mundësia që ai të godasi, sepse manovrueshmëria e atij tjetrit bëhet më e madhe në aspektin që afrohet më tepër ndaj teje. Interesant që nga dhe kjo Dritan që i nxjerrë jashtë këto avionet e padukshëm. Po. Dhe kjo do të thotë që superioriteti strategjik i një vendi që i ka këto avion vjet ndyshim. Do të kemi një parasysh që jo vetëm sot, por edhe gjatë luftës së ftohtë, veprimtaria e industrisë ushtarake dhe konkurenca e industrisë ushtarake ruse dhe amerikane ka ekzistuar gjithmonë. Pra në rast se njëri prodhon një avion, tjetri prodhon një avion tjetër me të dhëna më të mëdha, më të mira se sa kishte prodhuar ai tjetri. Pra kjo ka qenë dhe ka ekzistuar gjithnjë te superfuqitë, kështu funksionon. Pra nuk duhet kemi, pra dhe kjo tregon që neve kemi të bëjmë me superfuqi. Pra aktualisht kemi dy vende që kanë kapacitet të prodhojnë. Evropa sot e kësaj dite nuk ka asnjë kapacitet, s'ka prodhuar asnjë gjë. Në këto nivele deri më tashti. Prandaj themi që po bëjmë llaf për dy superfuqi.
superfuqia perëndimore që është nën diktatin amerikan, e superfuqia lindore që është ruse, dhe ajo kinezët, po edhe kinezët, çdo lloj gjëje që kanë prodhuar në industrinë e tyre ushtarake e kanë kopje nga rusët. Edhe gjatë luftës së ftohtë, edhe më pas. Kinezët nuk kanë një të tillë Kinezët nuk kanë një raketë të tillë, kanë një raketë që i përafrohet S-400-s, një sistem që e kanë kopjuar nga S-400-a me licencë. Ajo që përdor në Pakistan. Ajo që përdor në Pakistan dhe që një bateritë atyre e kanë edhe serbët. E kanë blerë edhe serbët një bateritë atyre. Bateri kineze. Po, bateri kineze. Që nëse do të futemi një ditë do diskutojmë se çfarë po ndodh me Serbinë dhe domethënë shumë armatime që po vijnë nga Kina, bleret e mëdha që po bën Serbia nga Kina, por gjithsesi nuk po bën. Për dron me çfarë lajme po gjithsesi ajo po prodhon vetë, po nuk po bën, nuk jemi në nivelet atilla që të na zëri frika se u bë ta bëjnë. Frika duhet na zëri në atë çfarë neve bëjmë dhe neve bëjmë idiotësira, pra nëse mbani mend ne nënshkruam para disa muajsh një pakt të përbashkët për industrinë ushtarake midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Po. Në mënyrë që të merrnim armatim të njëjtë, municione të njëjta, artilleri të njëjtë, mbrojtje kundërajrore të njëjtë. Kjo ka qenë ajo marrëveshje Kjo ka qenë marrëveshja atë. Dhe kjo marrëveshje atë kohë, vetë edhe 10 kryeministri jon, duke vajtur duke bler armatim në Izrael, kurse Kosova blen armatim amerikan. Me atë Elbit Systems. Kurse Kosova blen armatim amerikan. Kurse Kroacia blen armatim francez. Pra, për çfarë bën marrëveshje? Për çfarë është marrëveshja? Sepse marrëveshja përcakton qartësisht në fushën e industrisë ushtarake të kemi të njëjtin armatim dhe municion në mënyrë që të mbajmë njëra tjetrën, sepse duhet të prodhosh, duhet të krijosh ndërmarrje që të prodhojnë. Por këto kapacitete të këtyre ndërmarrjeve ti nuk i ke të rrafshëm. Kroacia ka më kapacitete të mëdha energjetike dhe kapacitete të mëdha të prodhimit industrial ushtarak, sepse ka pasur dhe ruajtur që nga ish Jugosllavia, kurse ti i ke prishur, nuk mund të ndërtosh në ato kapacitete. Prandaj u bë kjo marrëveshje që të merrnim të njëjta dhe një pjesë gjërave ti prodhonim ne, një pjesë ata, ky ishte kooperimi. Dhe në këtë moment tash këtë kooperim ne e dhjem edhe Kosova, edhe pra marrëveshjet për çfarë i bëjmë, këtu është gjithë problemi. Ne bëjmë marrëveshje për të mburrur politikën, për të shikosh, si çfarë bëjmë neve. Dhe me njëherë nesër pastaj e bëjmë si lopa, ja fusim edhe e derdhim atë qumshin. Pra shkojmë askund, ky është problemi. Ne bëjmë një hap para, 10 hapa mbrapa. Jo, interesant. Do ta diskutojmë këtë në një ditë edhe pra Kosova mori para 4 ditësh, në shkoi një marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës për të marrë sistemet të artillerisë toksore. Po. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne e morëm në Izrael. Ata francezët, ata kroatët po marrin Francë, atëherë marrëveshjen për çfarë bëm? A mund të më thot dikush? Pra dikush ti kërkoi llogari këtij kryeministrit ton, edhe këtij ministrit të mbrojtjes. O zotrim, thuaj, këto marrëveshjet politike që bëjmë për mbrojtje të përbashkët, për industri ushtarake të bashkët, për çfarë bëjmë kur nuk veprojmë në këtë mënyrë? Kur të tre shtetet secili bën hesab vetëm pastaj. Ndërkohë që marrëveshja specifikonte që duhet për këtë arsye. Dhe ne menjëherë secili shkoi në hesab vetën. Drejtat nuk ma shpjegon kush. Pra kjo do thotë që askush nuk mendon në këto tre vende as në mënyrë strategjike dhe nuk ka as koncept të mbrojtjes të përbashkët, as koncept strategjik të mbrojtjes dhe as një doktrinë të mbrojtjes nuk kemi. Fare. Është bërë thjesht për arsye politike, po thua kjo? Po, për arsye politike, simbolike për nevoja politike të çastit. Asgjë tjetër. Asgjë si doktrinë. Pra, do thotë që qeverisjet tona thjesht performojnë. Ndërkohë që flasim për Kroacinë, Kosovën dhe Shqipërinë, Greqia, Izraeli dhe Kipro po bëjnë po testojnë krijimin e një përgjigje të shpejtë përbashkët në mesdheun lindor. Këtë e thot Tanea greke. Kjo bëhet fjalë pak a shumë për një brigadë me rreth 2500 trupa në tokë, ajër dhe det. Përfshi avion, luftanie, nëndetëse, etj. Që do të instalohen, do të vendosen në bazat e të tre vendeve, çka do të ishte, domethënë, pak a shumë do t'i dërgonte një mesazh Turqisë dhe do ishte një formë deterrence për aspiratat turke, çka jep Izraelit thot një thellësi të madhe strategjike. Dhe mbron atë që kemi diskutuar këtu, atë projektin energjetik, domethënë thot Tanea. Projektin e gazit. Është një marrëveshje midis tyre të trejave, marrëveshja nuk është e tanishme, është marrëveshje para 2 viteve për të krijuar një forcë që quhet Rapid Reaction Force, një forcë të reagimit të shpejtë,
për të mbrojtur këto kapacitetet e tyre energjetike që janë në detin e Gje kryesisht, cilat do të lëvizin dhe do të shtrihen detin e Gje për të mbrojtur zonat e gazit, të cilat ata pretendojnë t'i marrin. Normalisht qëllimi politik i kësaj është bërë për t'i kundërvënë Turqisë, pasi Turqia ndërhyri në këto zona ku do të shtrihej ky kabull nënujor energjetik dhe ku do të shtrihesh tubacioni i gazit. Turqia duke pretenduar që ato janë territore, sepse edhe Turqia ka të njëjtin problem që kemi me Greqinë, pra nuk e ka. Grekët pretendojnë të bëjnë delimitimin e detit me turqit, turqit nuk e pranojnë delimitimin e detar, dhe duke pretenduar që ato janë territore në zonën ekskluzive ekonomike turke dhe kanë ndërhyrë me anije luftarake, duke mos lejuar shtrirjen e këtyre kabllave dhe këtyre të linjave të gazit në këto. Dhe kjo ndodhi vjet, 2 herë vjet edhe 1 herë si vjet, dhe për këtë arsye këto vende kanë menduar që të krijojnë të forcë të reagimit të shpejt, pra që ta përdorin edhe ato në rast se Turqia do të vendosë atje. Pra kjo do të thotë që nesër do të shkojmë mund të shkojmë drejt një përplasje midis Turqisë, Greqisë, Kipros dhe Izraelit, pavarësisht se unë mendoj që Izraeli do të riqet nga kjo përplasje. Do të riqet? Absolutisht, sepse Izraeli nuk është vend i NATO-s dhe duke mos qenë vend i NATO-s, do të lejojë vetëm këto 2 vendet NATO-s, pra Kipron dhe Greqinë, që të përplasen me Turqinë si vendi i NATO-s, sepse në rast se do të përfshihej edhe Izraeli në këtë aspekt, atëherë do të ndryshonte komplet struktura e veprimit politik dhe ushtarak të NATO-s në këtë aspekt. Pasi Izraeli nuk është antar i NATO-s. Dhe kjo do të sillte probleme të mëdha politike, qoftë për Izraelin, qoftë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe për NATO-n si organizatë politike më vete. Për këtë arsye unë mendoj që është thjesht simbolike veprimi i kësaj, është për nevojat e Izraelit në aspektin e stërvitjes, sepse Izraeli aktualisht kërkon një thellësi strategjike për stërvitë trupat veta, sepse nuk e ka. Këtë thellësi strategjike është duke e marrë nëpërmjet Greqisë dhe Kipros, pra që të përdori hapësirën ajrore, detare dhe toksore të këtyre vendeve për nevojat të stërvitjes së trupave të veta dhe për nevojat të përqendrimit të forcave të veta ushtarake, sepse Izraeli e kuptoi një gjë, pse i dha zor ta bëjë këtë. Në luftën ndërmjetësore e pa që Izraeli nuk kishte thellësi strategjike. Pra Izraeli është një vend pa thellësi strategjike dhe çdo objektiv ushtarak mund të jetë i goditshëm dhe mund të jetë objekt i goditjes dhe target i goditjes të Iranit. Pra çdo lloj rakete iraniane mund të mbrojnë çdo lloj objektiv ushtarak Izrael në Izrael pa asnjë lloj problemi. Pra pa këto 12 ditë. Dhe për këtë arsye kjo tregon që Izraeli s'ka thellësi strategjike dhe për këtë arsye duhet krijojë një thellësi strategjike. Dhe si e krijon këtë thellësi strategjike nëpërmjet marrëveshjeve 2 palçe, 3 palçe me shtete të tjera amike, ku ti mund të vendosësh forcat të tua ushtarake. Dhe për këtë arsye çfarë do bëj për shembull? Një pjesë të forcave të saj detare, një pjesë të aviacionit të saj që i duhet, pra aviacion strategjik, mund të vendosin në bazat e Kipros edhe në bazat e Greqisë F-35-at. Pra në vendosin F-35-at, ti lëj atje. Pra në mënyrë duke siguruar mbrojtjen e tyre. Prandaj po krijon thellësinë strategjike për nevojat e veta për përplasje nesër ushtarake me Iranin. Pra që çfarë lloj përplasje të bëjë nesër me Iranin, mund të largojë disa, mund të largojë nëndecet, mund të largojë luftanijet e veta që ka, dhe mund të largojë avionet e vet F-35 që i ka avion të goditje strategjike, ti vendosin në këto bazat greke atje në kuadër të kësaj veprimtarie. Pra e justifikon që u vendosën në kuadër kësaj veprimtarie, por në realitet po e bën vetëm për interesin e vet, për këtë qëllim. Pra është duke shfrytzuar interesin grek dhe kipriot në përplasje politike me Turqinë për interesin e vet strategjik, por në një përplasje të mundshme nesër ushtarake, Izraeli nuk bëhet pjesë e kësaj përplasje sepse ndryshojnë raportet politike nesër në NATO dhe kjo cënon ekzistencën e NATO-s automatikisht. Ndërkohë Greqia drejtazën bën përshtypje kjo armatosja e Greqisë ka marrë fregatën Kimon nga Franca me lexova. Këto duhet ishin pamjet, ajo që pamë që parë. Fregata Kimon është një nga 3 fregata cilat Greqia i ka blerë që në vitin 2017, pra ka bërë pagesat që në vitin 2017 dhe në vitin 2019, për blerjen e këtyre 3 fregatave të klasit Kimon. Fregata janë anije luftarake, si që një tanks ose një tanks dhe blindë bashk në det, pra. Në aspektin e forcave toksore kemi tanksin dhe blindin bashkë që ka disa lloje, ka përdorur në të raketa, përdorur në të artilleri me vjaska, artillerinë me vjaska, pra tytat me vjaska, tytat me vjaska, lëshon ka edhe vende ku lëshojnë kështu mortaja, pra. Kjo është në det, pra. Luftania është në det. Greqia ka paguar 3 të tilla, bile si vjet në shtator në parlamentin grek u diskutua për të blerë dhe një të 4, por u shty debati
për një datë caktuar dhe ajo datë akoma nuk ka ardhur, nuk është bërë.